Përshëndetje të nderuar miq, në këtë mbyllje të muajit korrik që përkon edhe me mbylljen e sesionit parlamentar, do zhvillojmë një bisedë me një nga deputetët më të ri të kuvendit që u zgjodh në këtë legjislaturë, tashmë një vit në parlament, zotin Artan Luku, pjesë e Partisë Agrare Ambientaliste. Zoti Luku, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Luku, faleminderit ju. Do ta nisim me debatin më të fundit që ka shkaktuar këto 2 ditë, dje dhe sot, reforma territoriale, pra ndarja e bashkive. Partia Socialiste ka publikuar një draft duke dorëzuar në kuvend që shkurton 15 bashki, ndërkohë që Partia Demokratike kërkon 100 nga 61 që janë në total. Për të ndalur tek qarku i Durrësit, sepse kemi parë protesta në Poliçan, parë lajmërime për në Maliq, në Dimal, në Prenja, se të tjera në Klos kishim sot bojkotin e administratës, po qarku i Durrësit ku ju jeni zgjedhur dhe deputet, si preket nga njëra edhe nga tjetra, pra çfarë shkurtojnë socialistët dhe ku zgjerohet opozita. Në fakt, mu nuk vjen fare mirë që debati për çështjen e reformës territoriale thjeshtëzohet kaq shumë, saqë duhet flasim për shkurtim ose për rritje të numrit të njësive vendore. Kjo tregon që në përgjithësi reforma territoriale nuk ka pasur filozofi dhe nuk ka pasur një debat konstruktiv siç duhet, si nga ana e opozitës, ajo e cila ka topin dhe luan, siç po e shohim, luan topin siç don vet, por dhe nga ana e opozitës. Në opinionin tim, gjë që kam shprehur edhe në debatet që kemi pasur në komision, në seancat e shumta dëgjimore që kemi bërë, reforma me projekcion ekonomik, duke u nisur vetëm nga projekcion ekonomik, nuk është normale, nuk është e drejtë, largohet nga marrëdhëniet tradicionale, nga marrëdhëniet e biznesit që rajonet ndryshme kanë me njëri tjetrin. Partia Socialiste thotë që ne do bëjmë një reformë që të kemi mbijetesë ekonomike dhe të kemi menaxhim të mirë ekonomik duke e projektuar reformën territoriale në bazë të ardhurave dhe shpenzimeve që ka secili rajon. Atëherë, nëse unë po bëj një pyetje duke qenë nga Durrësi, po shtroj një pyetje mjaft thjeshtë, duke qenë se ju po flitet për projekcion ekonomik. Atëherë pse bashkisë së Shiakut nuk i jepet kravi djathtë i lumit Erzën kur shohim nga bregu i Detit? Siç e ka dhe në traditën e vet, siç kanë qenë dhe marrëdhëniet e vjetra tregtare, marrëdhëniet e vjetra kulturore, farefisnore e kështu me radhë. Në të rast do të ndihmojë, do t'i bëjë që Shiaku, bashkia e Shiakut kishte një ekonomi më të mirë, duke qenë se do përthithte brenda rajonit saj një zonë më të madhe dhe më të ardhur ekonomike normale. Domethënë, këtu, në opinionin tim, nuk kemi të bëjmë me një reformë që me të vërtet në bazën e vet ka pasur menaxhimin ekonomik dhe të rajoneve, por kemi të bëjmë me një reformë e cila bëhet për përfitime elektorale, siç duket dukshëm rasti i Rrogozhinës, që kërkojnë t'ja bashkangjisin bashkisë Kavajës, duke qenë se Partia Socialiste nuk e ka bashkinë e Kavajës, edhe në projekcionet a priori që ajo bëni duket sikur ka një situatë më të mirë duke pasur edhe bashkinë e Rrogozhinës bashkangjitur. Në mendimin tim, opinioni im për reformën territoriale në fakt ka qenë që reforma territoriale duhet të bëjë me shkallë, pushteti vendor duhet të ndajë me shkallë. Ky është opinioni im dhe i shumë kolegëve të mi në fakt që duhet të ishte njësitë administrative siç kanë qenë dikur, por me kompetenca të reduktuara dhe një pjesë e mirë e kompetencave, duke qenë se Shqipëria sot përmballet me një mungesë të theksuar të burimeve njerëzore, kështu që një pjesë e kompetencave siç janë projektet të mëdha, prokurimet, aplikimi për projekte në Bashkimin Evropian e kështu me radhë, mund t'i delegojë qarku dhe kryetari i qarkut ishte si çadër mbi gjithë komunat që do kishte rreth qark mesisë së vet. Kjo do ishte diçka që shkonte në fakt do shkonte paralel me mënyrën se menaxhohet pushteti vendor në vende të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Ndërsa si propozimi i PS-s me 50 njësi administrative, si propozimi i PD-s me 100 njësi administrative, tregon që në thelb mungon filozofia dhe nuk kemi rënë dakord për atë që është filozofia. Filozofia bazë për mua për ndarjen e njësive duhet të ishte projekcion ekonomik normal, është shumë e rëndësishme zhvillimi historik, kultura historike, është shumë e rëndësishme marrëdhëniet kulturore që zonat e ndryshme kanë me njëri tjetrin, marrëdhëniet farefisnore që kanë me njëri tjetrin dhe kështu me radhë. Unë nuk mendoj që është marrë konsiderim. Një kompromis, pra ju çfarë shikoni edhe çfarë ndoshta paralajmërohet edhe nga korridoret e kuvendit, pra PS-ja është e ndarë që do ndodh ajo që ndodhi në 2014, pra me apo pa ju kjo do bëhet? Apo ndoshta nga 50-ta te 100-ta mund shkohet te 70-ta?
I dashur Dyberg, pse e ka ndarë që çdo gjë do ta bëj sipas mendjes vet dhe nuk ka ndërmend të japë kompromise për asnjë, do ta shihni që e njëjta gjë do ndodhte me reformën zgjedhore. Nuk mund të vazhdoj dot reformën zgjedhore nëse nuk do kishim rënë dakord për reformën territoriale. Unë i shoh shumë tilla e madje kam pasur mendimin që këto komisione duhet të ishin bashkë. Kështu që PS-ja është e vendosur që çdo gjë ta bëj sipas mendjes vet, mos të dëgjoj fare as opozitën parlamentare dhe as opozitën e rrugës. Po nëse do ishin të dyja bashkë të komisione, mund që çdo vendim që do merrete territoriale ta anonte nga projeksioni elektoral, sikur e thatë ju pak më lart. Dëgjoj, projeksioni elektoral është njëra pjesë. Filozofia për të pasur një reformë territoriale përfundimtare nuk ka ekzistuar në këtë komision. Këto ide që ne shkëmbejmë bashkë nuk janë shkëmbyer në komision, nuk janë shkëmbyer në asnjë mbledhje serioze. Komisioni i Reformës Territoriale ndërpreu punën e tij në mënyrë arbitrare me një vendim të Partisë Socialiste, duke qenë se afatet kishin skaduar, thuhet se s'ka ndodhur ndonjëherë që të shtyhen afatet, dhe duke përdorur makinacione administrative për ta ndërprerë punën e komisionit dhe të vinin me modelin e vet, siç po duket, domethënë. Kështu që nuk shoh frym, nuk kam parë kurrë frym në Komisionin e Reformës Territoriale, nuk kam parë kurrë frym nga Partia Socialiste për të pasur që të bashkëpunojë me të vërtetë me opozitën apo që do të bëjë një reformë që të shërbejë qytetarëve dhe ku shërbimet ku të mirat që vinë dhe shërbimet e domosdoshme nga pushteti vendor të jenë pranë qytetarëve. Nuk e kam parë kurrë, kam parë nga Partia Socialiste një arrogancë absolute, duke lodhur makinacione administrative thjesht për ta ezauruar që ne bëm Komisionin e Reformës Territoriale, por ai nuk funksionoi. Dhe jam i sigurt që e njëjta gjë do ndodhi me Komisionin e Reformës Zgjedhore. Po pikërisht kjo e zgjedhores, tani kemi parë shumë tërëza diskutime, takime, letërporosi, është angazhuar OSBE-ja, raporti, njëra palë interpreton ndryshe, tjetra ndryshe. Çfarë ka ndodhur në këtë sesion me reformën zgjedhore? Dhe kur mund të kemi një produkt për të, se vetmja e re për momentin është me atë që kam parë është angazhimi i SPAK-ut në zgjedhjet e fundit edhe në reformën e re që po projektohet. Ju keni pasur disa takime? Ne kemi pasur disa takime me reformën në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe disa dëgjesa. Njëra për cilave ka qenë me SPAK-un, por para se të vijë ke takime me SPAK-un me prokurorin e përgjithshëm, është i paralizuar takimi me drejtorin e policisë për pamundësitë e tij për të qenë pjesë e dëgjesës në komision. Unë mendoj që dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore përballet me një situatë. Ka bërë mbledhje boshe, takime informuese, duke biseduar gjëra që janë biseduar me 10 herë, dhe në asnjërin nga rastet nuk e kam parë që shoqëria civile, qytetarët, organizatat e ndryshme të jenë ftuara dhe të japin mendime konkrete për reformën zgjedhore. Nëse reforma zgjedhore nuk e fillon punën duke përcaktuar në fillim filozofinë e reformës së ardhshme zgjedhore, mendoj që do përfundojë në të njëjtën formë duke marrë vendim të njëjtën nga Partia Socialiste. Për sa i përket dëgjesës që ne kemi pasur me kryetarin e SPAK-ut dhe me prokurorin e përgjithshëm, u vure që roli i SPAK-ut në reformën e fundit zgjedhore pothuajse ishte inekzistent. Domethënë kemi 2 o 3 raste sporadike ku janë marrë masa për persona që kanë luajtur rol në manipulimin e zgjedhjeve. Pra gjitha e taksport që u ndërtua për 2-3 raste. 2-3 raste, nuk kemi një SPAK i cili po përgatitet për të paraprirë zgjedhjeve të ardhshme. Le të themi që SPAK-u nuk i intereson fare çfarë ka ndodhur me zgjedhjet, edhe duke luajtur këtë rol SPAK-u në fakt po humbet besimin e qytetarit, kështu. Unë kam qenë një nga ato që kam pasur besim plot ke SPAK-u, kur shoh që SPAK-u nuk e bën detyrën e tij, nuk e bën asnjë nga detyrat që kanë lidhje me reformën zgjedhore apo dhe korrupsionin përgjithësi në fakt. Mua më duket sikur mosluajtja e rolit të SPAK-ut në reformën zgjedhore është një fenomen i cili do të kthehet në një luftë me pluralizmin në Shqipëri. Jam i bindur për këtë që them, sepse askush nuk i ndalon manipuluesit, askush nuk i ndalon rrugëçrit, askush nuk i ndalon klanet ekonomike të forta të merren në përçesje manipulimit zgjedhjes, sepse askush nuk heton, SPAK-u nuk heton. Prokurori i përgjithshëm unë i bëra një pyetje dhe i thash që zoti prokuror, kemi raste që siç është ujësiellt si Durrës apo dhe në ndërmarrjet e tjera që kemi një nivel të lartë punësimesh dhe janë njerëz që janë të lidhur me punësimin vetëm për të shërbyer skemës së patronazhit. Neve nuk fillojmë dot hetim, thotë ai, nëse s'kemi denoncim, po ja po flas unë, ti mund ta fillosh hetimin kryesisht.
nuk ka asnjë angazhim as nga prokuroria, as nga SPAK-u për të dhënë kontributin e tyre për të pasur një proces zgjedhor të drejtë dhe të pastruar nga këto elemente manipulativ. Kështu që me plot gojën e them që roli i SPAK-ut, mosluajtja e rolit të SPAK-ut do ndikojë negativisht në sistemin pluralist në Shqipëri. Ishin një paralajmërim edhe për fatin e zgjedhjeve të ardhshme. Është i dukshëm. Pesimist dhe i pakënaqur me bashkëpunimin brenda parlamentit dhe institucioneve, mundet që këtë që nuk po bën dot opozita brenda institucioneve ta bëj protesta në shesh? Nuk është, domethënë, nuk është fare pozitës për mungesën e bashkëpunimit. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur për të qenë bashkëpunëtor, por Partia Socialiste sapo vjen dhe po vendos barriera bashkëpunimi gjithmonë më të bllokuara, domethënë po vendos barriera që pothuajse të pakalueshme për pasur një bashkëpunim edhe për gjëra më thjeshta. Protesta është në fakt se ne bashkë nuk kemi pasur një intervistë për shumë kohë. Protesta është risia e demokracisë, domethënë nëse ka diçka që askush nuk e priste dhe vetë Edi Rama nuk e priste, ishte protesta dhe fuqia që kjo protestë po mban. Ndoshta nuk priste ata të djeshmen, djegjen e teserave në Poliçan. Ajo ishte, besoj, më fort. Shumë gjëra nuk priste, nuk për ata sa të që do ndodhin shtator. Jam i sigurt mendimasia dhe oferia e pushtetit e ka bërë që mos ta shohë realitetin me sy dhe ta quajë protestën siç e quhen ai sorrat, mund vetë edhe emrash që se ka problem fare këtë punën e emrave dhe ti të rreqin nesër. Por protesta është lëvizja e parë, sipas mendimit tim, qytetare që pas vitit 1990 në Shqipëri. Të gjithë protestat e mëparshme kanë qenë protesta partijake, të organizuar herë nga Partia Socialiste dhe herë nga Partia Demokratike. Kjo është një protestë e cila ka brenda vetes ngjyra të ndryshme politike, ka brenda vetes ide të ndryshme, ka brenda vetes nivele të ndryshme shoqërore dhe ekonomike, dhe është një protestë e cila mbar në vetvete pakënaqësinë e madhe qytetare ndaj gjithë establishmentit politik, ndaj qeverisë, por ato herë drejtohen dhe opozitës. Në fakt, të bësh opozitën e opozitës është diçka që nuk shkon. Megjithatë, unë prap jam pro protestës dhe shoh vetëm shpresë për të pasur korrigjimin e sistemit demokratik në Shqipëri. Po, ndoshta edhe protestuesit janë të pakënaqur nga figura caktuara brenda opozitës që e vazhdojnë betejën, pastaj ka përcejnë brenda natës sikur s'ka ndodhur asgjë nga njëra anë e pushtetit në tjetrën. Kjo ndoshta i ka zgjynjur mungesa e një figure e leadershipit të pastër. Unë thash që unë jam, domethënë, protesta është zhvillimi më i bukur politik që mas më qenë në mbledhjes në Shqipëri. Ka qenë vetëm protesta për armët kimike, më duket që kishte tjeni format, por ajo e kreu misioneve dhe zgjati shumë pak. Dhe do ishte mirë që lëvizjet qytetare mos manipuloheshin nga partitë politike. Në fakt, në mendimin tim, protesta nuk duhet të prodhojë një forcë politike. Protesta duhet vazhdojë të bëhet qytetare që nesër të gjitha forcat politike, natyrisht që nga protesta do dalin organizata politike dhe është fare normale. Po duhet që organizimi qytetar ta ketë grintën, ta ketë forcën për të rimbledhur sa herë që vendi, sa herë qytetari ka nevojë dhe pushteti i humb lidhjet me qytetarin. Atë që unë shoh nga protesta, unë kam bërë dhe një qëndrim timi, ku kam thënë që mandati im është në dispozicion protestës dhe kryesisht duke vënë 3 pika që për mua janë më të rëndësishme, janë këto pika që kanë bllokuar sistemin demokratik në Shqipëri. Kemi të bëjmë me ligjin e referendumeve, që Shqipëria ka një kolaps, nuk zhvillon dot referendume, dhe personalisht i ngelim tifozi i sistemit zviserian të referendumeve. Është sistemi zgjedhor. Kemi një sistem zgjedhor ku nuk i jep mundësinë forcave të reja politike të krijohen dhe kemi gjëja në emër të qëndrueshmërisë politike kemi krijuar figura të forta, të cilat nuk lëvizin nga karrige dhe i duket sikur ajo karrige e tyre është pranë vetja. Dhe pastaj është edhe ligji që është nevojë emergjente për mua në ndihmë i ligjit për zonat e mbrojtura. Por nëse do kishim një sistem referendumesh funksional, ligji i zonave të mbrojtura do të binte me referendum, do të ishte fare thjesht. Dhe unë e shoh shumë të rëndësishëm që Shqipëria të ketë një ligj referendumesh. Do vi momenti do të diskutohet kufirin me Greqinë. Pse do ta ketë Edi Rama në dorë të vendosë kufirin me Greqinë dhe jo 80% e shqiptarëve minimalisht? Kështu që e shoh të domosdoshme dhe mirë që ishte protesta që ngriti zërin për këto pika. Në fakt edhe Partia Demokratike dhe gjithë opozita dhe ne bashku e kemi ngritur zërin,
por Edi Rama ka përdorur gjitha makinacionet për ta fshehur të vërtetën. Ti po ta shohësh edhe mediat nuk flasin për protestën, nëse nuk do ishin 2 ose 3 media, nëse nuk do ishte ky sistemi i komunikimit nëpërmjet rrjeteve sociale dhe protesta do duket sikur nuk ekzistonte. Po shtator çfarë e pret Ramën tek ai që ju thatë pak më lart? Çdo ditë që kalon akumulon mllef ndaj politikës, ndaj pushtetit dhe ndaj establishmentit politik të korruptuar në Shqipëri. 30 ditë akumulim do të rrisin me atë hersin që i takon ndjeshmërinë dhe urrëtitjen qytetare. Dhe unë parashikoj shtatori do të ketë lëvizje të forta në Shqipëri dhe përtej Shqipërisë për sa i përket kërkesave dhe presionit qytetar ndaj qeverisë Edi Ramës. Do ta mbyllim duke folur për atë që ne kemi folur disa herë së bashku përpara se sa ju të ulshit në karrigen e deputetit, për turizmin në Durrës. Si është këtë vit? Protesta i ka bërë mirë apo keq, sepse nga qeveria po justifikohen për qershorin? Protesta vazhdon. Çfarë ndodhi që u rregullu turizmi? Jo, sipas tyre ka ndikuar në uljen në muajin qershor. Atëherë dje pasdite qyteti i Durrësit prej orës 15:30 në duket deri në ora 23:00 ka qenë pa drita, pa ujë, pa linjë telefonike dhe imagjino se çfarë situate le të themi thojza apokaliptike është krijuar dhe për turistët. Unë jam banor i njërës nga zonat që pret numrin më të madh të turistave në Shqipëri, zonës së plazhit të Durrësit. Dhe mbrëm situata ishte apokaliptike, turistët që lëvizën nëpër rrugë si të tuhatur, të trembur, ç'është kjo që po ndodh. Diçka e re që se kishin përjetuar, trembëshin se kanë dëgjuar Edi Ramën që thotë, jo Irani, jo kështu, kriju një panik i përgjithshëm se mos ka ndodhur po na sulmon njëri dhe na kanë ikë dritat. Kështu që ne jemi shumë larg shërbimit për të pasur turizëm militar. Turizmi në Shqipëri vazhdon të jetë masiv. Ajo që ka ndodhur me turizmin në Shqipëri vazhdon të mbetet merit të operatorëve privat të ndryshëm dhe as pak e qeverisës lokale apo dhe qeverisë qendrore. Turista ka normalisht, këtë vit ka turista më pak se sa vitet e tjera, nga komunikimet që kam unë për efekt të angazhimit tim, kam komunikime me operatorë të ndryshëm, ka më pak se sa vitet e tjera. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me protestën, po kjo ka lidhje me paqëndrueshmërinë politike që ka krijuar Shqipëria dhe mungesën e theksuar që po vjen atë gjithmonë më shumë të burimeve njerëzore për të ofruar shërbime ashtu siç duhet. Zoti Lukun, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve për ftesën.